Bëni kujdes, këto ushqime po ju shkaktojnë dhimbje koke. Të gjithë ne jemi përballur me një dhimbje koke të bezdisshme disa herë në jetën tonë, pas ekspozimit në diell, zhurma të forta, orë të gjata përpara ekranit të kompjuterit, muzikës së lartë, stresit pagjumësisë dhe gjumit të keq. Dhe konsumi të alkoolit janë vetëm disa nga shembujt e jetës sonë të përditshme, të cilat lehtë mund ta shkaktojnë atë. Megjithatë, sipas ulëntimeve, disa ushqime mund të shkaktojnë edhe probleme të mëdha. Sipas ekspertëve dhe pas studimeve, ata që vuajnë nga migrena kanë një gojë dhe zorë me mikroorganizma më të shumta dhe shpërbëhen shpejt nitratet. Kjo shpjegon pjesërisht pse disa ushqime që përmbajnë nitrat duke se shkaktojnë migrenë. Kur këto kimikate shpërbëhen nga bakteri në trup, ato kthehen në oksid nitrik në gjak, i cili zgjeron enët e gjakut dhe mund të shkaktojë dhimbje koke. Tre ushqime tipike janë çokolata, vera dhe mishrat e përpunuar si salçiçet. Prandaj nëse vuani nga migrena, vendosni pak më shumë peshë në dietën tuaj dhe evitoni gjithashtu edhe këto probleme.